Ishte para një eksperiencë e veçantë. Për herë të parë unë përballesha me votën e drejt për drejt, pavarësisht se unë përgjithsisht kam udhëhequr shumë fushata, madje kjo është fushata ime 11, po të nisësh gjithë karrierën time politike. Por ndryshe nga çdo herë tjetër, këtu përballesha në mënyrë drejt për drejt, gara që e fortë patjetër. Kandidoja në një qark që isha shkëputur për 4 vjet si shef Vlora dhe isha i deleguar aty minutën e fundit, pra u përcaktova si kandidat në minutën e fundit. Dhe kjo gjithë ky kontekst e bëri garën më interesante, më të vështirë, më konkurruese, por mbi gjitha edhe më vlerësuese dhe kënaqësia e rezultatit në fund është që ti merr mirënjohje nga qytetarët, u morën 12.408 vota nga qytetarët e Vlorës në Vlorë dhe në diasporë, pra në qarkun Vlorë, dhe që një rikonfirmim i atij modelit tim të mirë, mendoja unë politik, si ish drejtuesi i qarkut Vlorës, ku qytetarët vlerësuan sjelljen time, historinë time politike, personalitetin tim, dhe që një votë shumë organike, aq më tepër kësaj here pas një lloj pushteti, sepse unë nuk është se përfaqësoja, nuk drejtoja në institucion apo kisha në një organizatë shtetërore pas, apo isha një titullar i lartë shtetëror që t'jep ca avantazhe nga kjo dihet. Përkundrazi isha le të themi, një kandidat si gjithë të tjerët, por me një bagazh politik dhe me një emër politik, gjë që për mendimin tim e dha rezultatin dhe për këtë kam kënaqësi sepse është një votë drejt për drejt, është një lloj energjie e tepërt, e mirë, e marr direkt nga qytetarët dhe më vjen mirë që besoj me këtë rezultat kontribuova në një farë mënyrë edhe në rezultatin historik të Partisë Socialiste me 9 mandate në qarkun Vlorë, ku dhe unë kam atë kontributin tim modest. Nuk duhet të flas me këtë, unë kam parimin në momentin që rrihet objektivi, njeriu duhet shohë përpara, pra është në një frontierë të re. Natyrshëm që garat e hapura kanë dhe ato tensionet e tyre, patjetër që ka grupime lokale të cilët mundohen mbështesin një apo tjetër kandidat, sidomos edhe me element krajinor apo interesa të tjera, po në përgjithësi shumë mendoj që një garë përgjithsisht e drejtë dhe në fundit fituan ata njerëz sipas edhe lidhjeve politike që kishin, investimit tyre politik, emrit dhe rezultati që i duri.